koha filloi më trashi gjuha. Dukshte sikur po jetoja një ferr. Si ke përballuar këto? Unë kisha shumë probleme dhe në goditjen e ushqimit. Arritëm 44-45 kg. Kanë qenë të mere, tensione të larta, goditje në gjumë natën, të ngrihesh nga gjumi, të mbash zemër me dorë, të shkosh në spital, është takikardi, marrje fryme, telefonoja urgjencën në mes të natës apo në mes të ditës. Në ditë shumë të zakonshme, unë pësoja dridhje dhe duar shumë të ftohta, edhe duar edhe këmbë shumë të ftohta. Vija kokën jashtë, më duke sikur do më hante jashtë. Më bë prevati, u bë armiku kryesori imi. Sa torturuese. Në një farë momenti, ndjeja dhe një ndjesi faji dhe ndjeja ankth kur baba im kthehej në shtëpi. Të jetosh me ankthin. Të enten, ora 21 në kanalin tonë në YouTube, Andale Al.